Ndërsa vëzër, dersën e kaluar, u munduam të sqarojmë për thirrjen në fe që e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fshehur asaj, e ka zgjat 3 vite. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon të thirrë njerëzit publikisht në fenë islam, pa male, pa turp, pa frikë. Allahu Zëleshanu është një ajet Kur'an që e obligon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thret familjen e vet fe. Allahu Zëleshanu thotë: "Wa anzir ashiratakal aqrabin", dhe thirrë farefisin tënd në fe e pastër dhe të vërtetë. Kjo na obligon edhe neve që secili prej nesh kur e shef vetën të mundur mu bo dai do me thonë thirrës, ma atë që e din mi thirë njerëzit fej. Mirë po, të ne kemi një problematik të qëmë vogël e mara jo shumë e madha, kur tritë e tonë, ose dikush prej vëllezërve tonë, ta mamile e ka një vetën dai i madh, thirrës i madh, sa që edhe hoxhallarët nuk mundën me bo debat me atë. Aja u shkon ketëve. Ama i veç me muhabet e ka, jo më argument. O vëllezër, në qoftë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu e ka bë obligim me njerëzit fe, ama në fe nuk mundet me thirrë secili. Çaj që nervos parat nuk ka thirrje në fe. S'ka çka me thirrë në fe. Se i ma shumë prish mund se sa rregullon. Shembull i thot dikujt thuajve shahadet, thot se thambe. Se thua, kam në boks mirë. Ama të i valla, që i mafki. Ti çka ban tash? Edhe këtë dunja thot që feja islami i pëson njerëzit i irriton njerëzit, i ban ekstrem. Ama jo be islami nuk ban në ekstrem, ne vetë se ban me pëshikina qef mu bo ekstrem e diçka tjetër. Sa të hinë temë të ndëshë vëzër, dhe më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimin e thirrjes së fe ka nisë me shokët e vetë, tregova në fillim, me gruan e tij, pastaj me shokun e ngushtë e Abu Bekr, me djalin e Axhës Aliun radhiyallahu anhu, e pastaj me familjen më gjerë. Ne kemi për obligim me i thirrë vëllezërit e tonë, prindërit e tonë, mixhallarët e tonë, dajallarët e tonë fe. Në qoftë se ata nuk e pranojnë, pastaj vazhdojmë më lartë. Ama fillimisht thirrën fe ata që kemi farefis dhe familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar thirrjen publikisht në familjen e tij të Hashimitët. Familja e Pejgamberit janë Kureshi, mirë po edhe Hashimi. Duke i thirrë atë familje Hashimi në fe, vin njerëzit mushrikët e Mekës në krye me Ebu Lehebin. Ebu Lehebi është xhaxha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Minxha. Pejgamberi alaihi salam hesh nuk fol. Ebu Lehebi fillon të flet, ban muhabet. Edhe i thot popullit, familjes së vet, thot mos e ndëgjoni këtë njeri. Ne duhet me qenë bashkë. Nuk duhet me qenë të dobës sa që një Muhammed të vend dhe të në prishë rendin tonë dhe fejnë tonë që e kemi pas më parë. Për në shtanë heshtë, nuk do në me hinë konflikt me Axhën e ti. Pastaj, pas disa ditëve, i thret prap, e të banë familjen e ti. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa frikë hiç, thot, elhamdulillah, ahmeduhu. Falemnderimi të kanë vetëm Allahut dhe atë falemnderoj. Wa astainuhu, dhe nga ai ndihmë kërkoj. Wa u'minu bihi, dhe Allahut i besoj. Wa atawakkalu alayhi, dhe atij mbështetem. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, dhe besoj dhe deklaroj se Allahu është një dhe nuk ka zot tjetër të vërtetë përpos tij. Pastaj vazhdon dhe thot inna ar-ra'idu la yukadhibu ahlihi. Njeriu thot nuk e rrin familjen e vet. Wallahu alladhi la ilaha illa hu, sepse Allahu është një dhe nuk ka zot tjetër. Unë thot jam i dërguar i Allahut, besnik të ju, dhe jam i dërguar jo vetëm për një popull
por jam I dërguar të gjithë njerëzit në botë. Këto është dallimi dhe vetë pejgamberit dhe pejgamberëve tjerë. Të gjithë pejgamberët kanë qenë në popull të veçantë, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë I dërguar vetëm të arabët, por ka qenë të gjithë popujt që ekzistojnë në botë dhe që do të ekzistojnë. Pastaj pejgamberi vazhdon dhe thotë, do të vdisni ashtu si I fleni, keni me vdek, ashtu si fleni. E ke pa edhe Allahu xhaleshanu në Kur'an e ka quajtur gjumin vdekje, alladhi yatawaffakum bil-layli. Allahu është ai I cili ju vendon në vdekje natën, qëllimi për gjumin. Po sa gjithisht ata që e kanë gjumin e rënd, a fletë e rënd, 20 ora vdiqe njësoja. Edhe pejgamberi mëson familjen e vet, thotë, nuk ka dallim me vdek dhe me flet. Pastaj vazhdon. Thot vallahi keni më ringjall, keni me vdek dhe keni më ringjall sikur që kur bi me flet dhe qohesh nga gjumi. A duket ke ra me flet 15 orë flet, 10 orë flet ose 8 orë dhe ngrihesh nga gjumi. Çashtu koha shpejt shkon, jeta është shumë me pak ditë, edhe pse ti duket gjatë. I bën 70-80 vjet nuk e merr vesh, kur ta shohësh vetën e ringjall, nuk e di as si ke vdek, as kush ka varros, as kush ka la. Ata që kanë vdek e din me vetë, a mundesh me vetë, kush ta lojti me xhenazën, kush ta fali, kush investoi më shumë për ti, kush ta blejti atë qefinin, a di me të nuk di. Por atë çka pejgamberi ka thonë, ringjall jo sigur mu ngrit nga gjumi. Edhe do të përgjigjeni te Allahu për atë që e dini. Të ndërshëm familje u ka thonë, xheneti është hak, xhehenemi është hak. Mirë po, janë ngrit prapë mushrikët, edhe disa familjarë pejgamberi kanë ndalë. Edhe Ebu Lehebi prapë ka thonë, largonja me këtë njeri ma, largonja se nuk lele rahat, po donë me në ndru një fej shumë vjeqare, me 1000 vjeç që kemi pas. Mirë po vjen Ebu Talibi, xhaxhai pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot, pasha Allahun, do ta mbroj unë nipin tim deri sa të jem gjallë. Ebu Talibi e keni ndëgju, pas vdekjes së Abdul Mutalibit, gjishit të Pejgamberit në mbrojtje e merr xhaxhai ose mingja I tij Ebu Talibi. Të ndërshëm vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk goron, as që frigohet, ai vazhdon me thirrjen fe. Agjelerët e din janë dikodra të vogla, njëra ka emrin Safa, tjetra ka emrin Merwa. Ku bëhet Safa Merwa, do të thonë sa'i. Agjelerët duhet me ecë atë mend. Ata që kanë qenë tash e din për çka më të fol. Ju që s'keni qenë, Allah ju mundsoft që tash pas Ramazanit e ndihmuj, I për planin që kanë haç inshallah. Ama 3.000 euro, pak shtrejnë, po. Nëse e bon plan me mbledh, mundesh ti. E ke po këto tritë tonë. Pit parin mujt dimrit, parin ka 100 dinar. I mbledhin që por me shku ndeti verës. Por 8 muaj mas Ramazanit do të çka u bë, pa e git dalin parët. E ti nëse do me shku në haç I mbledh por 5 vjet ka pak, apo a mundet me ndodh kjo? Mundet me ndodh në qoftë se duam. Vallahi, në qoftë se njëri e vendos, nuk ka mundësi me ndodh diçka që mundet me e bën njeriu e nuk mundet me e bën. Nëse më duke fol për punë që s'mundet njeriu me e bën. Ama ata që mundemi, nëse duam edhe e bëjmë në jetin, I çojmë në vend. Ka I për mëstam Safa, në kodrën Safa, edhe thot, o familja Benu Fihr, o familja e Fihrit, o familja e Adijut, o djemt e Adijut, o Kureshit. Ja kanë një kanarë të gjithë njerëzit, janë mbledh, janë të bu. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, keni thonë ju që unë jam I drejti? Po, o Muhammed, ti je I drejt, ti as njerëz ke gënjet, ti as njerëz ke fol fjalë dita. Ti je besnik. Thot me qenë se ju tham pasoj kodre, janë disa kalorës, dhe ata kanë me hi dhe kanë me na bë problem dhe keq, a beson ju? Po, Muhammed, besoj. Mirë po, këtu vjen prapë Ebu Lehebi.
edhe thot mos e besoni këtë, sepse kjo njeri që gënjen. Ata kitë ka njohë për nësam se është besnik, nuk gënjen. Mirë po kita që ndryshon situatën sepse ka qeni fort, edhe me pasuni edhe si komandanti i Mekës, po Ebu Gjehli, Ebu Lehebe, Umeje, Ibn Khalef e kështu me radhë. Mirë po, mundohet Ebu Lehebi ta poshtërson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe gruaja e Ebu Lehebit mundohet ta poshtërson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Allahu xhaleshanu zbret një sure shkurtër. Allahu xhaleshanu thot: "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Do gjoni me vëmendje, këtë e dini shumica. Mirë po ndoshta dikush nuk e di se çka on duke thonë. Do gjoni me vëmendje. Tabbat yada, ju thafshin duart ose u shkatroft Ebu Lehebi. Tabbat yed do me thonë një, yeda di. Tabbat yada, ju thafshin duart, të di duart Ebu Lehebit. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, do me thonë me emër e ka përmenjtë Allahu xhaleshanu. Se aqo, minqa dhe se zënër që ka thirë feje ka dalë me bloku e ka pështësu e kështë më rath. Thot: "Ma agna anhu maluhu wa ma keseb." Ati Ebu Lehebit nuk i bani pastaj dobi as pasuria, as atë që e ka fitu më herët. Nuk i ka bani dobi, sa Allahu xhaleshanu e ka vendosur me dënu. U kri puna, as pasuria, as forca, as ushtria. Thot: "Se asla nërën dha të leheb", a i do të hi në zjarë të ndezër me flak. Se dhe zjarë mi ka dallim, e i gjenemi nuk ka një kategori. Por shemull, munafikët fi dërgjil esfeli min e nërë, në fund atje, ku ma zorë. Munafik, kush janë munafikët? Mundet me qenë edhe muslimat munafika. Me emër musliman, ama me shpirt munafik. Por atë qka kune e njof një haxhi thot: "O Zot, më mbroj nga munafikët, se nga qafirat mbrohen vetë." Se e di be, Ivan Stojan, më thot, e di, ka përse vika Stojan? Tamam, do me thonë Stojani e Pirakin, u zban me në bukmat. Zban me një kafe matë, kje merë ka matë, Stojan me vla Stojan, nuk i puna. Amba ki Muhammed, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, e në munafik. Shpion po, kamat po, zina po, me rrejnë po, me vjetë po. Por atë shkak një haxhi që një unë thotë: "O Zot, më mbrojmë nga munafikët se ata rinë me ne." Ndërsa për qafirave në mbroj prapa, ma edhe mundohem më mbrojt vetë, se e di kush janë ata. Të ndërshëm dhe Allahu xhaleshanu vazhdon dhe thotë: "Wa mra'atuhu hammalat al-hatab." Edhe gruaja e Ebu Lehebit ka bardh dru. Ka bardh fejra. Çka ka bën gruaja e Ebu Lehebit? Ku e ka po që për mëslam është duke ecë, i ka nëzirë rrugë fejra. Pse fejra? Që ta pengon, ta mundon. Thot: "Fi gjidiha hablum min mesed." Mirë pa Allahu xhaleshanu në qafën e gruas e Ebu Lehebit do të vendon një litar me emrin Mesed, dhe litari për dredhur. O vëllazër, nuk ka mundësi me kalu, nëse e ke bo një të keqe, me kalu pa u dënu, nuk ka mundësi. Por mundemi ne si musliman me bo një të keqe, me gabu edhe mu pendu, me thonë: "O Allah, na fal gabimet e tona që i dim dhe që nuk i dim." E inshallah Allahu xhaleshanu na fal. Vazhdojmë. Më thonë, Ebu Lehebi dhe njerëzit e ti, Ebu Gjehli, kështu me radhë janë mundu të blokojnë thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata e kanë formu një këshill konsultativ mushrikët e Mekës për ta pengu thirrjen, për ta pengu davetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Janë të vutë njeri me emrin El-Walid ibn Mughire. I kështu e ka pas emrin El-Walid ibn Mughire. Dhe i kanë thonë: "O Velid, ti me i mençur, ajde na propozot diçka, çka me bën?" Velidi jo thot: "Unë kam me ndëgju, ta shoh ju çka do të thoni." Ato i kanë thonë: "Shive, ki pejgamberi, që po thot Muhamedi, jam pejgamberi dërguar i Allahut, kjo on selbas."
Velidi ka thonë, ja, është magjistar, nuk mundet me qenë magjistar. Në magjistar të njofim, e dina ta si sjellën, kjo njëri tjetër nuk mundet me qenë magjistar, se Velidi ka qenë i mençur. Pastaj i thonë, mirë dhe, Mejnun, çka do me thonë Mejnun, apo? Njëri që s'ka mend. Ka thonë, kjo Mejnun, pikave Mejnun, është Velid ibn Mughira dhe thotë, jo, ata që janë gjënun, ato që s'kan mend dihet, një i tip. Këto populli prapë thotë, ajo shair, poet, a i din mi rregullu fjallë të mirë që me na mush mendën neve. Velidi thotë, ja, ne njohmi ata poetët, e dim që deri sa mundet njeriu me pas mend edhe me shkruajt poezi. Ama këto fjalë që po i thot nuk janë as poezi, as të magjistarëve kështu me radhë. Mirë po Velidi ja ka nis mu kujtu. Allah do të tregon do të përmendur ajetet që Velidi ibn Mughira është kujtu. Ka thonë me qenë se unë vazhdoj kështu me fol, njerëzit kanë mu afru te pejgamberi dhe e kanë ndruar mendjen. Velidi ibn Mughira është mushrik. E ka ndruar mendjen dhe ka thonë po, kjo është magjistar. Allahu gjallëshanu për Velid ibn Mughira në Kur'an thot, Dherni wa man khalaqtu wahida. Thot, ti më le mua dhe atë që unë e krijova të vetmuar. Thot, wa ja'altu lahu malan mamduda. Allahu gjallëshanu thot, i kam dhënë shumë pasuri Velid ibn Mughirës. Wa banina shuhuda. Edhe i kam dhënë mbi 10 fëmijë, mbi 10 djem. Wa mahattu lahu tamhida. Edhe vetëm se ja kam shtu pasurinë. Thumma yatma wa nazid. Ai Velidi lakmonte dhe kërkonte t'ia shtoj pasurinë më shumë. Kella. Allahu dhe shano thot kella, ja. Innahu kana li ayatina anida. Nuk ja kam shtu, e kam ndërprej. Pse? Sepse ai kundër argumenteve tona ka qenë në çor. Nuk e ka pranu, ka qeni i keq dhe i fliqur dhe e ka shajt e ka kundërshtu edhe Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu vazhdon dhe thot, "Sa urhiquhu sauda." Atë njeri Velidin ka me marr, ka me ndridh me një dënim të rëndë të padurueshëm. Innahu fakkara wa qaddar. Pse? Sepse Velidi ka mendu dhe është pregatit me i bo bal Muhammedit e Islam, me kundërshtu Muhammedin e Islam. Fekutile kejfe qadder, qofti shkatruar, por si e perceptante. Allahu dhe shaun të regon për Velidin se shumë e ka mendu me kundërshtu për Islam. Thume kutile kejfe qadder, prap qofti shkatruar, sepse e ka mendu keq. Thume nëdhar, a i sërish thëllohej në mendime. Velidi është thëllu në mendime kundër pejgamberit Islam. Thume abasa wa basar, pastaj mbrole dhe bëhej më i vrasht. Thume adbara wa stakbar, pastaj ka kthi shpinën dhe është bën mendje madh. Faqala inna hadha illa sihrun yu'thar. Ka thonë krit këtë që e thot pejgamberi Islam është asgjë tjetër përpos magji e cila ju përcillet të tjerë. Thot inna hadha illa qawlun bashar. Do të asgjën tjetër sa kjo për ajetet e Kuranit përpos se fjalë njerëzimit. Se uslihi sakar, mirë pa Allah dhe shanë thotë unat ka me hedhë në sakar, është vend në Gjehenem. Wa ma adrake ma sakar, e ku e diti që ka dhe me thonë fjallat sakar ose Gjehenem. La tubqi wala të dher, a i nuk lesen të mbetet e pa e djek. Në Gjehenem nuk ka mundësi me hi. Vallave, hina në Gjeheneme, më fali të ashtë djuhën tonë, veshin ma promashitën. Veshin s'ma djekën. Ja, valla, kanë me lokum kanë me ta djekë. Itë kështë i kajtë. Se s'di mo si ta nrejtë qepi. Ka me, s'ka sen që mund, në Gjehenem me imës mu djekë, nuk mundet. Po se se një shkët loj Gjehenemit. Allah dhe vishan thot, nuk ka pjesë trupi që nuk do të digjet. Le wahatun lil beshar. Ajo është që ua prish dhe ua nëzin lëkurat. Ta shkatron lëkurën, ta nëzin lëkurën, alejha 19. Edhe killoj Gjehenemit i ka 19. Qka? Melaike. 19 melaike që e ruin Gjehenemit. Të mund është me veç. Qka e ruin, mos ma hitë njoni gabim. Ja, në Gjehenem s'hinjet gabim.
Mund është në kafe me i gabim, mund është Ramazanin me prish gabim, mund është në kamat më rrejt me një, ama në gjehenem s'ma mërmeja që dikush hin gabim. Nuk mundet me i në gjehenem, sepse gjehenemi në vëzë. Ne e kemi ndëgju muhabeta. Muhabet e kemi ndëgju gjehenemi. Ti paramendojve të shket, elham u flatit. U flatit, super, apo. Paramendojve me kom 50 gradë, Ramazan. 50 gradë, as gjehenem, as nuk është u kallë, diqka. Në zepë, veç. Ama s'dorohet, paramendojve me të marrë, me qëtërinjë dikun. Ku anë zefë shumë. E do të kuptoni se si kanë dëru njerëzit në zefëcit e mushrikëve të Mekës. Kjo është ajo që i ka ndodhë Velidit dhe Allah Gjërëshano është betu se këtë njeri do të dënone në më të vërtet i ka dënu. Metodat e lloj-llojshme. Mushrikët e Mekës ko pas kohe i kanë ndryshu metodat dhe kanë pas metodat të ndryshme për me bloku dhe me ndalu thirrjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E para, ironia, tallja, janë tallë, kanë lujt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Si kanë lujt? Pejgamberi sallallahu ka shkuar në Qabe, ka shkuar edhe ka rënë sejdë. Umayya ibn Khalefi, Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebi kanë qenë duke ndet. Edhe thot, ku shkon me marrë një plans të lopës ose devës, edhe me agjujt mbi kokë, me mësam, kur tjetë në sejdë. Ka shku njani prej shokëve, ati që kanë qenë bashkë, e ka marrë plansin e lopës azamë. Që pa marrë parasysh çfarë plansi, nuk o qëllimi të i devës e i lopës. Edhe për mësam, kër kalon sejdë, e kanë gjujt. Abdullah ibn Mesudi thot, vallahi, e kam pa prej afër dhe s'kum guxu zamë me bon se Abdullah ibn Mesudi e bon shumë i dobët. E ka lezu Kur'anin shumë bukur, ama i dobët e kon. Për shembull, ta zamë shembull, mëse më për fjalë i ka pas një 40-50 kg. A 50 kg burri i mira. Është mira, nuk o mirë, është i dobët. Shtoj edhe 55, 60. Burri 100 kg, 150. Shkjo di. Ama qëllimi o konë këtu se 50 kg i ka pas, ama imanin e ka pas 500 miliard kilogram. Me miliarde i ka rëndu imanin. Ama thot, sa kanë fillu muslimant, shumë pak, thot vallahi me shumë i natin bike. Para me ndohet kish pas ki mundësi, qka i kish pas e bugjetë? Kur i ka ardhë në game, dini qka i ka ba Abdullah ibn Mesudi e bugjetit? Kur i ka ardhë në game, në luftën e Bedrit, ato didjem të vegjën kër e kam plagu, pas të Abdullah ibn Mesudi i ka zonë dhe ka kapë, tak. Por që kamerës sënë për e të rëgët, asë që e ka prej. Abdullah ibn Mesudi e ka kapë për koke, shtu vish me lafe, pa levizje. E ka kapë për koke dhe e ka prej kokën. Edhe i ka thonë, se Abdullah ibn Mesudi kur ka lexu Kur'an Qabe, ka shku e Buxheli ka përveshi, edhe e ka poshtërsu. A për neve me të ka përveshi dhe bile për hundë me të prejkë shumë minat janë. E i bo, a mundesh me a prejkë hundë, kur nëse do mi shti dive të bela, thuj prekja hundë. Edhe ama dhe përveshi, kush ka për përveshi? Fëmija. A i keni bo, fëmija i vogël, e ka përveshi, së të mira të ikon gjuna, i vogël mund është me nëndu, e ka përveshi. E ki ka dosh me për Abdullah ibn Mesudin përveshi. A më thot, el udhunu bil udhuni, vesh përveshi, ja ka prej veshin. Ka thonë, rësu zjade, edhe kryin sot ka më ta malë kështu tepër. Vesh përveshi, ja më kryin, edhe ja ka prej kokën e Buxhelit. Do me thonë, unë po të regoj që Abdullah ibn Mesudi e ka pa duke a gjujt plansin për mëstam. Plansis. Ave edhe i dashit me kani ka 10 kile, apo? 10 kile i ka 10 kile. Ta është më zgavoj, 15 kile. Para me dhe në sejgjde, të ranë sejgjde, i lidhur direkt me Allahun me ta gjujt të gush plansin. Ka artë vajza e pejgamberit Islam Fatimja dhe e ka largu. Se s'ka pas mundësi. Jo, fani, gruaja e pejgamberit Islam Khatijja radhiyallahu anha ja ka largu plansin e asaj kafshe
dhe pejgamberi është ngritur. Do më thonë, çka si kanë bon? Janë talë, e kanë mundu. Kanë thonë, ti magjistari, kanë thonë, ti sëmur, ti kështu, ti poet, ti nuk di. E kështu më thonë. Do më thonë, talë, e dita. Shtrembërimi I mësimit. Atë që e kam mësu, pejgamberi të shokët e vetë, këto e kanë shtrembëru. Por shembull, këtë thonë, pejgamberi ka thonë mi falë 4 fars në drejt. Drejka I ka 4 fars. Ato kanë dorë kanë thonë, ja, 3. Por shembull, akşami I ka 3 fars. Ato mushrik kanë dorë kanë thonë, gabim e keni. Ai Muhamedi ka thonë 10 fars. Vetëm me ndryshu që njerëzit mos jenë sigurt në atë që e ka thonë dhe e ka mësu pejgamberi. Dhe treta, e kundërshtonin Kur'anin me trellimet e popujve të tjerë. Pejgamberi kur e ka lexuar të një ajet, këto I kanë thonë, kur gjon se kjo, edhe persianët e kanë pas kështu. Pejgamberi kur e ka thonë të një ajet, kur gjon këto, ti me I pa indian, sa të mençur janë, kur gjon ne. Pejgamberi ka thonë një ajet, ka thonë mi I pa ti Romakt, edhe Bizantin e kështu me radhë. Do më thonë janë dallë dhe ka lujt me Kur'anin. Allahu Gjellëshanu thot, Kul e billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum testehziun. Thoja o pejgamber, ama Allahun të dërguarin e tij dhe Kur'anin, ajetet e tij luani, kad kafartum ba'da imanikum, vetëm se keni bon kufër pasi që keni qenë musliman. Nuk guxon muslimani me lujt me Allahun, me pejgamberin e tij dhe me ajetet. Mirë, po këta që kanë lujt kanë qenë mushrik. Të ndërshëm vëllezër, sa herë që musliman kanë hinë fe, ju kanë ndodhur persekutime, dënime, trisni e kështu me radhë. Unë do t'i përmend disa prej tyre. Për shembull, Abu Jehli, secili njeri që e ka pranuar Islamin, nëse ai ka qenë I fort, pak, ka qenë familje e ngritur, kjo është mundu nëpërmjet tregtisë ta bllokon në aspektin e tregtisë që mos përparon. A nëse ka qenë I dobët, e ka rreth shpulla. Nuk kam gjike. Çka ka doshi ka bërë? Kur e ka pot dobët, e ka rreth, tamamile e ka rreth. A kur e ka pot fort, s'ka guxuar gjë më bon përpos se e ka bllokuar në aspektin financiar ose në aspektin ekonomik. Musab ibn Umejri ka qenë sahabe, mirë po e ka pas nanën gjallë në Mekke, kur e ka pranuar Islamin, nanën e vetë, se pasanike ka qenë. Edhe ki pasanik, se nanën pasanike, tregtare, edhe parfemi, kur I ka qitë vetës parfem, ketë, kush ka kalu, ka thonë, o të ardhë Musab ibn Umejri, është hetu prej shumë metrave larkë, se është duke ardhë Musab ibn Umejri, se ja kanë hetu, ja kanë nuhat parfemi. Mirë, po kur e pranoi Islamin, nëna e vet ja bllokon krejt të ardhurat. Jeton fukara, aq I mundohet. Mirë, po pejgamberi e di besnikrinë e tij dhe e dërgon në Medinë. Dhe ambasadori I parë në Islam ka qenë Mus'ab ibn Umejri, radhiyallahu anhu. Një vjet ka thirrë në fe, e ka rregullu krejt hijretin e pejgamberit prej Mekën në Medinë, Mus'ab ibn Umejri, radhiyallahu anhu. Suhejb al-Rumi, do më thonë Suhejbi nga shteti Romak. Por atë çka ka thonë Suhejb al-Rumi, s'ka qenë arab, ka qenë I ardhur, e ka pranuar Islamin, e ka ndënu. Thot qajtë që më kanë dënu, sa që më kanë mundu, e kom humë vetë dijen dhe si kom di që kam duke thamë. E ki pa, njeriu kur nuk e di qka, kur on jerë veç, pse o nuk e di, se nuk e di me vlau ku a I një shtrat, ma jerë, fluturani, shkanë, na që të eqë, këtë dunjan eqë. E ki pa këtë të qënë jerë, ku keve? Valave ku më kanë si në gjenet e, me një vend të lumej, të njërësit më dhaje, të heqë, kap ndurë, dhe qka këtë më hangë, filozofia. E njeriu, do me thonë, veç kur nuk kanë vetdije, mundet nuk e di se qka folë. Ama kur është I vetdijshëm, apo njeriu të nëse do me e gabu dhe me fol keq, sepse njeriu që është I vetdijshëm duhet me kujtu fjalën e pastaj me e fol. Bilali radiallahu anhu, njeriu më I zi në Mekë, s'ka pas më zi saj. Ka pas edhe tjerë rob të Afrikës në zi, ama ki më I zi ju ka qenë.
Umeje, ki ka qenë robi Umeje ibn Khalefit. Umeja çka i ka bën? Umeje ibn Khalefi e ka kap dhe e ka lidh për fiti. Pasi që e ka lidh për fiti, i ka bën fitve kapja. Inshallah Allah nuk nas provon. Thuni amin. E para, dënimi i parë, dita. E ka marrë dhe e ka desh krejt. Sigur me lind nënë e vet Bilalin. Dhe në shkretin ku ka 60 gradë. Ai 50 gradë o kështu ama me prek ende më shumë, 60 gradë zefsh, deri 70. Edhe e ka shtrinj ati, edhe e ka vëndu një gur në bark, në gjoks. Edhe i ka thonë, ktheho në fejën e vjetër. Bilal i ka thonë, ehad, nuk është këti. Ka thonë, Allah është një, Allah është një, Allah është një. Derisa, pastaj e ka marrë dhe ka rrej me ka gjik. Atë shumë kam gjika i ka thonë, sa që vallahi, edhe devja ndështë e kështë vdek. Pre tref më s'madhe. Dy devja sa. Ama Bilal i ka dëru dhe ka bon sabër, radiallahu anhu. Mirë po kalon e Abu Bekri, musliman, e ka pranu islamin që me Abu Bekri i tregova ma herët, edhe i thotu me sa pala ma shet. I ka thonë kaq t'holla, e ka ble Abu Bekri, e pastaj e ka lishu dhe e ka lanë dhirë. Ju e dini, Bilal i ka qenë muezini i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ammar ibn Yasir, një familje e Ammar ibn Yasirit. Ki ka qenë me nanë dhe me babë. Mirë po fugara, rob, i ka zonë Ebu Gjehli edhe nanën e Ammarit me emri Sumeja e vret e shpërthen me thik. Ebu Gjehli vet e shpërthen me thik në histori. Këtu nuk e vam, këtë libër nuk e ka, ama si e di unë se i kam lezu në përvende tjera, kjo Sumeja ka qenë shtatzane. Sumeja, radiallahu anha, ka qenë shtatzane dhe Abu Gjehli e shpërthen me thik edhe vdes. Dhe shahidja e parë në historinë islame, shahidja e parë në historinë islame është Sumeja, radiallahu anha. Inshallah Allah e ka shpërblej me xhenet. Ka kalu për mësam kër i shef duke hek, duke i mundu, thot sabre ale Jasir, o durim, o familja Jasirit, sepse vendi juaj është i garantuar në xhennet, inshallah. Të ndërshë vëllezër, për mësam dhe me thonë, fillon të thirë në feje publikisht, mirë pa mushrikët e Mekës për dit janë organizu, mundu që të ndalin, të blokojnë thirjen që e ka bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata janë mundu, pejgamberi ka vazhdu rrugën e vetë. Të ndërshë vëllezër, sa do që mundohet bota me kundërshtu fejnë Allahut, me kundërshtu fjallën Allahut, vetëm se Allahu dhe shani ka me forcu fjallën e vetë, sepse aje mbron fjallën e vetë, aje mbron Kur'anin. Dhe që ka Allahu thot, inna nahnu nëzzël në dhikre, ne kemi zbrit Kur'anin, wa inna lehu le hafidhun, dhe ne do të mbrojmë këtë. E lusim Allahu dhe shani na fal gabimet, na forcon, na bën mundshme ta qojmë këtë fejnë vend ashtu si në ka hije. E kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Tu ka një të pyetja. Emri Maria është në Kur'an, jo. Kam smundjen e sheqerit dhe shtypjen e lartë, jam 62 vjeçare, a më lejohet me mbajt Ramazan? A më lejohet, ti nuk ban me vetë a më lejohet. Ju nuk lejohet, të obligohet me mbajt Ramazan, po ti thuj, a më lejohet me prish Ramazan. E di që a më lejohet më falë. O që farë se ki më falë, ti vetë a më lejohet, kur më lejohet mësë më falë. Unë të regoj, hiç nuk lejohet mësë më falë. Veç kur të vdeq, mos ki se në me dasën falesh.
ka lejohet me u shkurtue. Ramazani nuk ka mundësi me vetë kur më lejohet me e majt. Ja. Kur më lejohet me e prish Ramazanin. Po. Se Ramazanin piset him bilik, deri të vdesim e kemi fars. Mirë po kur në lejohet me e prish, kur doktori që o musliman thot, te e ki sheqerin dhe me shtipje ki probleme, hapat duhet me i pi në kohë, në 4 orë dhe në 4 orë. E të ishtash nëse pi hapa, Ramazan kia. Si njone e kish pi hapin pa uj. E kish pi hapin pa uj, në atë tha e ku pi hapin pa uj, dhe që ke prish Ramazanin. Po që ishë mund me të zese ku më që të bojsh. Ne. Edhe ki prish Ramazanin. E di, a i fetfarni ka thonë, uj dhe bukë dhe uj në qëllim jo, sëm të pi uj dhe sëm të hangë bukë, e ka kujtu që Ramazanin. Ja, do me thonë, kjo motra janë, që nga 62 veçare, inshallah Allah e ndihmon, kjo në qkojt konsultohet me mjeku. Nëse mjeku i thot, ti nuk u të zanë me majtë Rama, ama dhe një mjek musliman, nëse qenjë dhe një mjek që e në të folë me ti dhe pi rakia dhe cigare. Sa i gjona marë, thot, po të bërë, ku që i vajta vajta. A i duke tu, ti dush me gjetë një mjek musliman, sinqert, që me vetë a i me siguri, në qëfëse ti nuk mund të shko me thonë, mos e ma Ramazanin, ose e pagun me fitre kështë më rafë. A leot me u falë për dorë, a leot me folë, po, a leot me folë për dorë, këto lene këto më filozofia, a leot me u dhëtu pa burin prej në një vend të largët, nuk banë. Nuk banë. Gruja nuk banë prej këto me shku largë dikun pa burë. Duhet me pas mahrem. Kush është mahrem? Ose burin e vetë, ose udhton me një burë që e ka të ndaluar martesën. Ti s'mundesh me shku. Valla, unë e kam një shok, kam e shku në Angli, ti dhe shku në Angli dhe dorë, 18 herë martohesh. Do me thonë, ose me burin tanë shkon, lartë dikun, ose me babën, dajën, minqën, vllajnë, ose me njerëzën që nuk të lejohet martesën. A lejohet me folë për dore, gruja ma mirë o mësë me folë asë njënët për dore. Hiq. Për nështëm ka thamë, asë një gruje së huj si kun folë për dore, hiq. E qëtaj me anis, qikës minqës, qikës, kësaj e baldëske, më thash, 100 milion gra ka. Asë njënës me si folë për dore, hiq. Bile në gruje së mirë mësë me folë për dore. Veqa që jam ka diktu, ju të njerë këti një apit, A gjim, veç taj më zonëm diktu. Kam një këshëri ka 5 vite, ama ja kama nuk flet, a mundet me jam dhe një përgjigje. Selam alikum, vallahi. Allah dhe shanu do me ispravua të fëmijën dhe prindër e ti duhet me bërë sabër, me qonë mjek, mu mundu që ne prindërit duhet fëmijëve tonë obligimet me vakri, që i kemi farze. Që e më fëmija së muhet, ka temperaturë të nuk e qënë doktor. Mas një vjetëve, që ajo temperaturë është mos se bëbë mos mund, ti fajt i ki me dhonë për e si për Allahut. A e kuptoni tash? Ama, fëmija pëse ka linë, që ashtu e tash nuk folë, inshallah Allah dhe shanë e bëndë mundshme atë fëmijë me folë, ama duhet me bënda. Që ne bëjmë të gjithë, unë dhe ju, si musliman do, që të gjithë musliman që kanë probleme fizike, psikike, inshallah Allahu i shëraf. Sa, s'ka pyetje tjera. Faleminderit, selam aleikum.